Profesor, Kjarim qëllimit, ndeshje e bukur me 5 gola mund të ishte edhe më bindshë, por me rëndësi marrim 3 pikët, si e pe këtë përballje? Patjetër është ndeshje me tension shumë të lartë për shkak se luan kundër një skuadre e cila lufton për mbijetesë dhe ne luajmë me presionin e të qenurit të parë. Besim atij. Normalisht nuk pëlqeu loja, kishim shumë tensione, nisëm lojën keq, pastaj nuk edhe pas avantazhit nuk menaxhuam si duhet, mendoj se pas dinjishit kishim mundësi për të dënuar dhe për të mbyllur ndeshjen, por ndonjëherë këto fitore janë më të bukura, janë më emocionale edhe mirë edhe për tifozët, pavarësisht se për ne nuk është shumë e preferueshme të ketë kaq shumë rikthime, por mbi gjitha në këto kushte, në këtë situatë ku fusha nuk i plotëson kushtet maksimale dhe era është pengesë e gjithë ndeshjes, besoj se u zhvillua një takim i pëlqyer për kampionatin e Macedonisë. Natyrisht ajo që është më e rëndësishme është që skuadra merr 3 pikët, atë që planifikoi para ndeshjes, pavarësisht si shkuan gjërat dhe mbetemi në vendin e parë me fitoren e Sileksit 4 pikë përpara. Është një shtytje kjo që jemi duke ecur në rrugë të mbarë. Patjetër, ne kemi 4 pikë përparësi, por 4 pikë nuk janë të mjaftueshme apo që të na lejnë neve të qetë, ne duhet të koncentrohemi dhe duhet punojmë çdo ndeshje më shumë çdo javë me qëllimin e vetëm që minimalisht të ruajmë këtë distancë të pikëve, por dihet që tani do fillojnë ndeshjet ose kryesisht do fillojnë përballje direkte nëpërmjet skuadrave, normalisht besoj që edhe ne ndoshta mund gabojmë edhe kundërshtarët, por është e rëndësishme të jemi pozitiv, është e rëndësishme të trijmë me këmbë tokë, asgjë nuk ka mbaruar, ka edhe 5 xhiro, do të thonë 15 pikë në lojë, ne jemi një favorit i lehtë për momentin, por këtë duhet ta konfirmojmë në 5 ndeshjet e ardhshme. Nëse sot diçka për dallim nga 2 ndeshjet paraprake kur kemi luajtur pa praninë e publikut në të tokë për shkak të pezullimit që kemi, ndëshkimit që kemi, sot një ambient i bukur, qoftë publiku i Gostivare, qoftë ata të Dëvërdollit, po edhe të Tovarët që kishin udhëtuar dhe qershia mbitor të ballistë ishin gjatë gjithë kohës me skuadrën. Mendon që i ndihmoi kjo ambientit? Patjetër, me thënë çdo falënderim i veçantë për tifozët, të cilët krijuan një atmosferë të jashtëzakonshme, një përkrahje gjatë gjithë 90 minutave për ne, si edhe për kundërshtarin, por e rëndësishme mbi gjitha ishte që ne të marrim 3 pikët. Dhe kur është paqetër të merren 3 pikët, ndonjëherë edhe që dojmë lojë që unë përgjithësi nuk jam i kënaqur me paraqitjen e sotshme normalisht, pavarësisht se kampionati ka edhe kështu ndeshje, por unë besoj gjithmonë që ekipet e mira edhe kur nuk luajnë mirë fitojnë.